sa ne kujdesemi për shëndetin tonë dhe sigurinë dhe sa punëdhënësit kujdesen për të? Cilat janë ato punët të cilët konsiderohen të rrezikshme dhe çfarë masash më të veçanta dhe më speciale duhet të ndërmiren në ato raste? Për të gjitha këto ne do flasim me mysafirin tonë të cilin e kemi në Skype, Kadri Kadria, i cili është edhe specialist i mjekësisë së punës. Mirëmëngjesi, doktor. Mirëmëngjesi. Si jeni, më thoni njerë, si filloi kjo javë për juve? Me punë. Shumë. Regjia, unë do kisha lutë vetëm në studio pak ta ngrejmë zërin këtu. Doktor, ne do flasim për punën të cilën janë më specifike, më të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve. Kur flasim për këtë punë, juve cilat profesione ju vinë në mendje? Pyetëtari, në grupin e shkencave mjekësore ku bën pjesë edhe mjekësia e punës, e cila si lëndë është me karakter preventiv dhe karakter kurativ, që do të thotë mbrojtje në punë dhe mjekim në rastet urgjente. Kështu që në kuadër të mjekësisë së punës krihen kontrollet periodike sistematike të punëtorëve. Në cilësinë e punëve të cilat punëtorëve të cilat i bëjnë janë të përfshira kontrollat preventive para punësimit me të cilat konstatohet gjendja shëndetësore e të punësuarit, gjithsesi punëtorit që duhet të fillojnë me punë dhe aftësive të tij e i plotson apo nuk i plotson kushtet për vendin e caktuar të punës. Gjithashtu, në kuadër të kësaj kontrollave bën pjesë edhe kontrollat periodike të cilat krihen varësisht prej kategorive punëve me nivel të lartë të rrezikut, të mesëm apo të ulët të rrezikut. Kështu, kontrollat periodike, gjithsesi kontrollat sistematike të punëtorëve, të administratës dhe arsimit janë kontrollet të cilat bëjnë pjesë në nivelin e ulët të rrezikut, gjithsesi rreziku i ulët, por jemi edhe kategori të punëve si minier, industria tekstile, bujqësia, ndërtimtaria, punë të cilat kanë nivel të lartë, gjithsesi specifik të shkallës së rrezikut. Përmes këtyre kontrolleve ne konstatojmë aftësitë, pa aftësitë, gjithsesi gjendjen shëndetësore të punëtorit për vendin e punës të cilën ai duhet ta kryejë. Në kuadër të këtyre kontrolleve, mjeku i punës është i detyruar të jetë njëkohësisht edhe konsulent i punëdhënësit, të bëjnë këshillime, është i detyruar të njohë normativin ligjor për realizimin e kontrolleve dhe mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve. Po ashtu, mjeku duhet të jetë i kyçur edhe në institucionet jashtë poliklinikës, klinikës së mjekësisë së punës, edhe në institucionet si institucionet sociale, institucionet të sigurimit shtetëror, institucionet e sigurimeve shëndetësore, e kështu me radhë. Krejt kjo është për organizimin, gjithsesi konstatimi e gjendjes shëndetësore të punëtorëve, mirëmbajtjen e gjendjes shëndetësore të punëtorëve dhe ndjekjen kombaskore në kuadër të faktorëve të cilët ndikojnë në gjendjen shëndetësore të punëtorëve janë faktorët fizik në ambientin e punës ku bën pjesë zëri, zhurma, gjithsesi vibracionet, presionet dinamike,
gjithsesi presionet hiperkinetose e ndryshme, mande në grupin e faktorëve kimik, të cilët kanë numër të madh të faktorëve të cilët ndikojnë në qendrën shëndetësore të punëtorëve, ku hyjnë kemikalet, toksinet e ndryshme, helmet e ndryshme, si për shembull në industri e bujqësisë e kemi helmet pesticide, të cilët kanë ndikim të lartë negativ, ndjekja e qendrës shëndetësore të këtyre punëtorëve në kuadër të faktorëve të tjerë bëjnë pjesë edhe faktorët biologjik, ku kemi prezent viruset, bakteret, rikeciozat, e kështu me radhë. Këto faktorë ndikojnë në zhvillimin, shfaqjen, zhvillimin e smundjeve të ndryshme profesionale. Sipas listës të shëndetit, smundjet profesionale janë të kategorizuara në 20 kategori të ndryshme, ku bëjnë pjesë dermatoza profesionale, bëjnë pjesë smundje pneumokokioze, tuberkulozi, faktorët bana të ndryshme si smundje profesionale që shkakton edhe penicillina edhe farmakat të tjerë, kemi edhe shumë faktorë që ndikojnë në qendrën shëndetësore e të kategorizuar sipas Organizatës Botërore të Shëndetit në kategori të smundjeve profesionale. Po, doktor, ju në fakt na përmendët një kategori të ndryshme të gjitha smundjeve profesionale cilat ne mund t'i marrim nga puna jonë e përditshme, por sa punëdhënësit janë të vetëdijshëm te ne që vendi punës të cilën ata e kanë është i rrezikshëm për shëndetin e punëtorëve dhe e njëjta, sa punëtorët janë të vetëdijshëm që mund të rrezikohet siguria dhe shëndeti në vendin e punës? Sa i përket ngritjes së vetëdijes të punëdhënësit, jo, qoftë të punëtorët apo të punëdhënësit, kjo shumë me rëndësi është nga zhvillimi gjithësisht, respektimi i ligjit në nivel shoqëror, në nivel të shtetit për kontrollet e firmave, ai përmbahen kontrollet sistematike, ai kryen për kontrollet sistematike, ne jemi në këtë ambient që jemi, kemi ka filluar ngritja e vetëdijes, qoftë të punëdhënësit apo të punëtorët, megjithatë nuk është nivel i këndshëm i ngritjes së vetëdijes për të kryer kontrollet sistematike. Kontrollet në nivel të ulët të rrezikut duhet kryer në administratë apo arsim duhet kryer në çdo 24 muaj. Po, vendet e punës të cilat kanë rrezik të lartë si punëtorë të ndërtimtarisë, të xherorëve, të industrisë, seron, këto punëtorë duhet të kontrollet një herë në vit, por varësisht prej kushteve, varësisht prej qendrës së shëndetit të punëtorëve, ka mundësi edhe më shpesh të bëhen rikontrollime nga përgjegjësimi i qendrës shëndetësore të punëtorëve, duhet bëhen rikontrollime. Rikontrollimet duhet bëhen edhe në momentet që punëtori qoftë në punë apo jashtë pune ka ndonjë lëndim dhe mjekor më tepër se 21 ditë në klinik, ai është detyruar të kryejë rikontrollimin e qendrës shëndetësore për të përcaktuar aftësinë pa aftësinë e punëtorit, humbjen apo rrugën e qendrës shëndetësore të punëtorit. Rikontrollimi është i domosdoshëm. Rikontrollimi është i domosdoshëm edhe të punëtorët në atë shtacion pas pushimit mjekësor.
të fëmijë të cilët fillojnë në punë më herët 18 vjet, rikontrollimi duhet bërë. Kështu që rol të rëndësishëm, unë mendoj se duhet jetë edhe shoqëria, shoqëria në ngritjen e vetëdijes së vendit shëndetësor të punëtorëve, po njëkohësisht edhe informimi dhe detyrimi ligjor i punëdhënësve për të kryer kontrolle sistematike, periodike, kontrollet e destinuara e kështu me radhë. Në fakt shpesh mund të ndodhë që për shkak të profesionit që ne bëjmë, ndoshta edhe të fillojmë shëndeti të na dobësohet, mirë po të mos i vrejmë simptomet. A keni raste kur për shembull kur vijnë punonjësit në kontrolle sistematike dhe thonë unë jam me shëndet të plot, mirë po ju filloni dhe shihni simptoma të ndonjë sëmundje të caktuar? Po, gjithsesi, ne gjatë kontrollave sistematike bëjmë gjithherë ekzaminim e punëtorëve, duke filluar nga marrja e gjakut, spirometria, audiometria, marrja e EKG-ja të kontrollat që ka të punë, ne vijmë përfundimi, gjithsesi konkludimi se punëtori ka gjendje të mirë shëndetësore, i ka aftësit e rrituna që mund të vazhdojnë të njëjtin vend të punës, apo gjendja shëndetësore është duke ra, të themi kushtimisht kapaciteti i frymëmarrjes zvogëlohet, apo gjendja e të themi gjaku në shpatje sheqerit, por një po ka mundësi brenda kohës ne jemi të detyruar të bëjmë çekje në gjendje shëndetësore dhe punëtorët të cilët në vetë niveli i gjakut mban safitën lartë të sheqerit, ai është i kontraindikuar të punojë në lartësi, qoftë në ndërtitari, në lartësi 3 metra apo në thellësi 93 metra, është ka kontraindikacion për të ardhur në natën të punës. Dhe në raste të tilla ne po vazhdojmë jo shumë shpesh, po kemi. Po, ju përmendet pak gratë shtatzën edhe fëmijët. Sa jemi ne të vetëdijshëm dhe çfarë masa duhet punëdhënësit të ndërmarrin kur kanë këto 2 kategori të punëtorëve? Po, gjithherë ndjekim gjendjen shëndetësore të grave, qoftë në dhomëni, në shtatzani, ato kanë pushim mjekësor, por mbas lidhjes ndjeket gjendja shëndetësore edhe patjetër të kohet rikontrollimi i sistemit rikontrollimi sistematik i atij punëtori. Edhe të fëmijë të cilët në punë kanë filluar më herët 18 vjet, edhe të ato bëjmë rikontrollimi, por shkak se duhet të ndjekim gjendjen e shëndetësore për aftësinë e rrituna, cilësinë, kapacitetin që ka dhe është në gjendje ta kryejë punën të cilën punëdhënësia detyron. Ja jemi. Doktor, cilat do të kishin qenë ato disa prej rekomandimeve tuaja që duhet me patjetër ti zbatojnë të gjithë që ndoshta punojnë në vende pune me rrezikshmëri më të lartë? Po, unë kisha bërë apel që qoftë edhe kontributi juaj ka dhe shumë të lartë në ngritje të vetëdijes të popullatës për kontrollat e çdo kategorie të punëtorëve, gjithashtu kontribut të lartë jep edhe shqipëria gjithësisht në punëtorët të cilët inspekcionin që ka detyrim obligativ
për ndjekjen e punëdhënësve të kontrollojnë kryhen apo nuk kryhen me kohë dhe në kohë kontrollet sistematike të punëtorëve, qoftë punëtorë të nivelit me rrezik të ulët, qoftë punëtorët me rrezik të mesëm, punëtorët me rrezik të lartë apo me rrezik specifik, siç janë punëtorët në minjera, apo punëtorët që punojnë në lartësi mbi 15-20 katë, ato kanë rrezikun specifik dhe obligimi ligjor kudo në kohë për të detenien është që të mirëmbahet gjendja shëndetësore dhe të përcjellen gjendja shëndetësore e çdo punëtori për çdo vit apo edhe brenda 6 muaj. Ju përmendët pak minjerat, keni pas raste të kontrolloni njerëz që punojnë në minjera? Në minjera për fat nuk kemi pas deri tash, por obligimi i punëdhënësve, i ndërmarrjeve është që të bëjnë kontrolla duke filluar prej para kontrolles, para marrjes në punë, në të cilën kontroll verifikohet aftësia e punëtorit është i aftë për të hyrë në minjerë për të punuar, apo nuk është. Neve, për fat, nuk kemi pas një kontrole, mendoj paraqitje të firmave që punojnë në minjera, nuk kemi pas, por në më kënjozë minjera ndërtimi i lartë, si që është trendi i sotit mbi 20 ka ndërtesa, to janë të ndërtyra gjithësisht të ndikuara nga rreziku specifik i punëtorëve në vetëm. Po cila është kategoria e punëtorëve që më shpesh ju ka ra të keni kontakt? Ata që janë me rrezikshmëri të ulët, të mesëm apo të lartë? Neve i punojmë realisht punojmë me një kategori e punëtorëve që kanë rrezik të ulët si administrata dhe arsimi, punëtorëve që kanë rrezik të mesëm dhe rrezik të lartë në ndërtimtari, në prodhimtari dhe në disa ndërmarrje të cilat kanë karakteristikë prodhimi si për shembull asfalti i plastifikuar. Firma ndërmarrja fabrika që punon në këtë kategori të punëtorëve, sto kemi pas në kontrol dhe i kemi non-stop i kemi, por nuk i kemi ato me rrezik specifik si të minjerat apo punëtorët që punojnë në ndërtesa mbi 15-20 e lartë kate. Mua më vjen shumë mirë që në fakt ju vazhdoni të apeloni në këtë drejtim, sepse shpesh herë kontrollet sistematike anashkalohen edhe nuk merren shumë ndoshta edhe me seriozitetin që do duheshte të merren. Dhe në fakt ne kështu shënuam bashkë këtë ditën ndërkombëtare të rrezikut dhe shëndetit në punë dhe në të njëjtën kohë ju falenderoj shumë si për kontributin që ju jepni, por edhe për këtë intervistë së bashku. Kemi obligim, njërzor që niveli i vetëdijes, qoftë të kategoria e punëdhënësve, qoftë të vetë punëtorët në vendin e punës që duhet të kërkojnë kontrollet sistematike, pa marrë parasysh çdo punëtor që punon, ai duhet të jetë i vetëdijshëm se ligjërisht i takon kontrollat s'pakun një herë në ditë, apo në 2 vite, apo edhe në 6 muaj. Kjo vetëdije duhet të jetë kolektive, duke filluar nga punëdhënësit, punëtorët
në edhe të shëndetit preventiv, por edhe kontributin më të madh e jepni ju si televizion, radio e kështu me radhë. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe punë të mbarë. Faleminderit gjithashtu të juve, suksese, punë të bërë. Faleminderit.